tjerat? Shikoni, duhet them diçka. Ju keni shumë të drejtë kur thoni që ai kishte informacionin, por informacioni i tij ishte informacion makro dhe nuk ishte informacion i detajuar. Dhe ju e dini që Kosova është një vend jashtëzakonisht i vogël dhe është një vend i cili është jashtëzakonisht i fragmentuar. Dhe ju e dini që serbët gjatë kohës së luftës kanë bërë dhe manovra shumë të rrezikshme duke u kamufluar herë si banor të thjesht ose herë si njerëz të UÇK-s. Dhe për shkak të këtyre lëvizjeve jashtëzakonisht të vështira, NATO, që është një makineri shumë e madhe, nuk mund të merresh me detaje. Ata ishin gati dhe ata treguan që ishin një forcë ndëshkuese. Madje edhe zoti Clark, po ta ndiqnin me kujdes kur i ka përcjell fjalët Miloševićit, i ka thënë që do ta merremi në rast se ju do të vazhdoni kështu. Dhe kjo tregon që ata nuk janë marrë me detaje, ata janë marrë me realizimin e qëllimit të tyre që serbët të ndalonin pogromin ndaj shqiptarëve. Dhe prandaj në këtë moment po ju them, dhe unë nuk e di se sa ju e keni ndjerë luftën, në shumë nga njësitë e UÇK-s, në qoftë se mbani mend, ka pasur shumë vullnetarë tuaj. Dhe këta vullnetarë tuaj kanë qenë njerëzit që përcaktonin telemetrin e avionëve që qëllonin në bazë në Kosovë. Dhe kjo është lufta, por neve tash po mundohemi ta ngrem dhe të bëjmë një luftë sikur ka qenë një luftë jashtëzakonisht e madhe frontale e të tjera. Dhe në këtë sens, unë besoj që Zoti Thaçi do të lirohet gjithmonë më shumë dhe do marrë më shumë atribute politike, diplomatike, se sa të themi atribute luftarake. Edhe Zoti Thaçi dhe kur ka qenë, atributet luftarake i thoshte më shumë në komunitet, do më thënë ne, fliste me ne. Kurse pjesa diplomatike është pjesa personale e tij, me të cilën ai munduaj që të bashkonte edhe njerëzit e tjerë të UÇK-s. Prandaj kjo pjesa që ne e ngrem jashtëzakonisht shumë për NATO-n, që dinte çdo detaj, që merresh me çdo gjë, unë mendoj që kuptohet që ata kanë njohje shumë të madhe, por keni parasysh diçka, dhe ata gabuan në disa raste në Kosovë. Kjo sepse atyre u duhesh që të mbaronin punë jashtëzakonisht shpejt dhe të ruanin sa më shumë këmbësorët që mos t'i fusnin në terren. Dhe ndodhi ajo që ndodhi. Me pak fjalë, unë besoj që dëshmitë e tyre janë dëshmi të menduara shumë mirë, ka një fije lidhse që nga zoti Rubin dhe të tjerët, dhe nga zoti Hill, që është pak, të themi, ambik në deklaratat e tij, që UÇK-ja ka qenë një forcë që është mbrojtur në formë lokale kundër serbëve dhe ka mundur të bëj sa më shumë për ta dëmtuar armatën serbe. Po dhe këtu, zoti Andoni, shumë kush po i shet në fakt të lidhura dëshmit e James Rubin, por edhe të tjerëve, pra edhe të Chris Hillit, pse jo edhe të Clarkut, por edhe dëshmitar të tjerë të mbrojtjes. A besoni që pesha e tyre është shumë e madhe se sa e dëshmitarve të prokurorisë? Disa prej tyre janë edhe anonymous dhe që nuk e dim se çfarë kanë dëshmuar. Apo edhe disave që ne i kemi parë, që ankoheshin që bagtia e tyre u ishte marrë, për shembull, ndërkohë që rasti është më shumë se sa për bagtia, apo jo? Patjetër. Pa e thënë në mënyrë cinike. Ndër dëshmitarët që neve na mungojnë dhe që besoj do ndryshonin të gjithë narracionin e gjyqit janë dy personazhe të mëdhenj. Zoti Holbrook, i cili vdiq në vitin 2010 në mos gaboj ose diçka të tillë, dhe zonja Albright. Në qoftë se këta të dy do ishin gjallë, do tregonin të gjithë teknologjinë dhe antropologjinë e luftës në Kosovë. Ndërsa të gjithë njerëzit e tjerë, përfshirë dhe zotin Clark, që bëri ecejake tek Miloševići, janë personazhe të cilët kanë shkuar mbas vendimarrjes të këtyre personazheve. Ju e dini që zoti Holbrook ka qenë njeriu i parë i cili mori kontakte të zyrtare me UÇK-n, ndërsa zonja Albright ishte personazhi e cila e bindi Thaçin për të ndërmarrë të rrugë që ata do ndërmenin.
Dhe këta dëshmitar potencialisht, nga ana organizative, nga ana kulturologjike, nga ana e forcës argumentit, po mbi të gjitha dhe vendimarrjes, sepse këta kanë qenë një pjesë e këtyre ishin realisht vendimarrës, as nuk mund të krahasohen me ata që ka sjellë prokuroria, një pjesë të tyre, më shumë me sa i kam dëgjuar, kanë qenë gati edhe me burimet e serbëve. Nuk është e kanë pasur burime direkte të tyre. Me qa kuptoj, procesi është një proces i cili do të gjejë të themi dhe atë gjilpërën në kasht për njerëzit e UÇK-s, dhe i vetmi gabimi tyre është të themi jo tamam ke Zoti Thaçi, po ke personazhet e tjera, kjo pjesa e mitit të madh që kanë ngritur për UÇK-n edhe organizimin e tyre të gjitha. Kjo në një farë mënyre po i ngatmon sot dhe po i kthehet në një lloj bumerangu. Mirë, si historian, tani a besoni që ky proces, për te aspektit politik, do e rishkruaj pak edhe rolin e UÇK-s, por edhe të udhëhecëve kryesor të UÇK-s, në mënyrën se si do të shihen në të ardhmen. Pra, zoti Andoni, nëse ju rikujtoj paksa, ka disa dhe që i kanë mohuar dhe librat e tyre që i kanë shkruar për të kaluarën e tyre, duke thënë që disa gjëra janë egzageruar, ka dhe dëshmitar që kanë thënë që nuk kam qenë normal kur e kanë thënë një gjë tillë. Gjitha këto e kanë një farë rëndësie për atë se si mund edhe dhe nëse mund të rishkruhet historia e UÇK-s. A ka kuptim si pyetje që shtrohet? Patjetër, do them diçka, nga ana historike, historia vazhdimisht rishkruhet. Kur vin dokumenta të reja, kur vin narrativa të reja, kur vin metodologji të reja, historitë rishkruhen. Në rastin e UÇK-s, kemi fatin e madh që protagonistët kryesor janë ende gjallë, por UÇK-ja ka një problem të madh, sepse ky të themi mungesë organizimi, ose të themi një lloj centralizimi UÇK-s ka bërë që ata me gjast nuk kanë dokumenta. Duke mos pasur dokumenta, është e pamundur që ti të ngresh një narrativ thjesht me deklarata zyrtare, ose të themi me deklaratat gojore të personazheve të ndryshme. Dhe ti do mbështetesh thjesht nga deklaratat e huaja, ose ti në një të ardhme të caktuar, kur për shembull të deklasifikohen dokumentat serbe, ti të shkosh dhe të bësh historinë e UÇK-s me ndihmën e dokumentave të cilat ka prodhuar lufta jonë, me burimet shqiptare, dhe nga ana tjetër duke shfrytzuar dhe burimet serbe, duke i përballë dokumentat me njëra tjetrën. E para për vendet e luftimit, e dyta mënyrën e organizimit, mënyrën se si janë zhvilluar luftimet, mënyra e organizimit të themi lokal dhe diçka më e madhe në bazë rajonesh e të tjera, dhe pastaj mënyrën se si njerëzit e UÇK-s janë lidhur me faktorin e huaj. Në qoftë se këto nuk precizohet, në qoftë se historian të caktuar nuk i marrin këto dokumentacione dhe të ngren një lloj metodologjie që në mendimin tim do jetë shumë e vështirë, asnjëherë do kemi një histori të mirë të UÇK-s. Shikoni t'ju them një element. Jemi në vitin 2025 dhe ne akoma nuk kemi një histori të mirë të Shqipërisë të luftës së dytë botërore, as histori të Kosovës të luftës së dytë botërore. Edhe diçka, e dini që tani që po bëhet enciklopedia e përbashkët e Shqipërisë me Kosovën, Shqipëria me Kosovën kanë probleme pafund për të gjetur element me të cilën duhet të shkruajnë enciklopedinë e tyre. E kupton tani sa e vështirë është edhe për ngjarje të cilat kanë ndodhur dekada më përpara, dhe jo për një luftë e cila e ka impaktin edhe sot që ne po flasim. Sepse ka shumë njerëz që kanë ngritur të ardhmen e tyre dhe begatinë e tyre me pjesën e manipulimit të luftës të UÇK-s. Ashtu si nga ana tjetër kemi personazhe që janë hije, por që kanë qenë personazhe që kanë pasur jashtëzakonisht pesh në këtë luftë. Po mendoj që do duhet prapë kohë që institucionet e Kosovës të nxjerrin një histori sa më adekuate të kësaj lufte.
Megjithatë, nuk është vetëm çështja e historisë, sepse